Projekt kaq të mirë, s'pash ku element zënësit, por patjetër e kam që të përmendur thellësinë e shkollës, e cila çdo herë motivon, i nxit arsimtarët dhe nxënësit që punojnë në projekte të tilla, duke filluar nga drejtori Xhelal Alili, pedagogu i shkollës dhe të gjithë arsimtarët e tij. Ky projekt sigurisht që është mjaft aktual, sepse agenda e Gjelbërt e dim që është pjesë përbërëse edhe e Unionit Evropian edhe globalisht, do të thënë, është një pjesë e ndjeshme të gjithë planetit. Kështu që ne duhet patjetër që të them se këtë shkollë do vazhdojmë që ta mbështesim ne si institucion, si fond për inovacion dhe zhvillim teknologjik.